Edhe në 31 vjetorin e vdekjes së liderit të tyre historik Enver Hoxha, komunistët e Gjirokastës nuk haruan të kujtojnë veprën e tij. Si çdo përkujtimore edhe kësaj here, edhe pse çdo vit më të pakët në numër, komunistët e këtij qyteti u mblodhën përpara shtëpisë të lindjes së udhëheqësit të tyre Enver Hoxha. Ata nuk haruan të vlerësojnë veprën e tij, por dhe të akuzojnë rënd politikën aktuale, që sipas tyre po e shkatrojnë këtë vend dhe po i detyrojnë shqiptarët të marrin aratin. Sot është data 11 prill. Është një ditë e shënuar, sa e dimshme, po për ne komunistët, ashtu siç ka dhe datën e lindjes 16 tetor, sot ne jemi mbledhur dhe kujtojmë dhe nderojmë ditën e ndarjes së udhëheqësit të paharuar, komandantit të ushtrisë, themeluesit të Partisë Komuniste, udhëheqësit legjendar për 50 vjet, shokut e Enver Hoxha, i cili lindi në këtë shtëpi, në lagjen Palorto, si biri i Gjirokastës, ne ndjehemi krenar për të, për vlerat dhe veprën që ai ka lënë, për arsye sepse sot ne shikojmë një regres të jashtëzakonshëm të papunësisë, të veseve si drogës, prostitucionit, të aratisjes masive mbi 100 vet, që edhe mbas 25 vjetësh populli për bukën e gojës ka marrë aratin drejt vendeve europiane dhe mëtej gjithë botës. Pikërisht Enver Hoxha për këtë ka vlerat e veta, sepse i ka dhënë Shqipërisë lirinë dhe pavarësinë e vërtet, e cila sot po kthehet si dikur ish ballistë o zogistët për interesa personale vetjeke, të shërbej çdo lloj agresioni të huaj vetëm për karrierë politike. Ndaj sot është një demaskim aq sa nderim i veprës së Enver Hoxhës, që demaskon pikërisht dhe bën thirrje, bën apel për këtë regres të jashtëzakonshëm, se gjithë ai progres 50 vjeçar i uzinave, i fabrikave, i ndrocentraleve, i veseve të gjakmarrjes që u zhdukën, i analfabetizmit, i gjithë asaj pune kolosale që u bë, gjithë ajo infrastrukturë, gjithë ai zhvillim edhe rritje e mirëqenies materiale kulturore të një populli dal në një vend feodo-borgjez, pra gjithë kjo arritje e madhe, sot Enver Hoxha është një pikë referimi, është një busu, jo vetëm për popullin shqiptar, por gjithë lëvizjen revolucionare, për gjithë popujt e shtipur, sepse ne sot shikojmë që terrorizmi, ose në maskën e terrorizmit, po përshtipen popujt të liridashës si Siria, Iraku, Jordania, e tjerë, nuk e dim se ku do ndodhet nesër, pra po shikojmë atë këndvështrim që dikur Enver Hoxha e ka thënë rreziku në lindjen e mesme. Jemi në 31 vjetorin që Enver Hoxha është darë nga jeta fizikisht, por emri i tij do të mbetet i pavdekshëm për të gjithë brezat. Pavarësisht agresivitetit të madh të politikës shqiptare sot, qoftë djathta që është ekstreme edhe nuk do që djalgjoj emrin, por ashtu edhe majta në përgjithësi e feston ose festojnë ato aktivitetet edhe gjithë që janë bërë gjatë luftës, konferenza e tjerë, i tjetërsojnë dhe nuk dëshirojnë sot të përmendin emrin e Enver Hoxhës. Po ju them edhe një rast tjetër që le të jetë të bëhet publik, e dihet që është publik, ne komunistëve nuk na kishte dalë nevoja që të dilin në për mitingje ose në për festime të përvjetorëve të luftës nacionale shqiptare me fotografinë e Enver Hoxhës në dorë. Dhe ne u detyruam të dilim me fotografinë e Enver Hoxhës ballë për ballë, për arsye sepse ata e mohonin të mos e përmendim në festimet e 70 vjetorit të çlirimit të Avdeut, të mos përmendet emri i Enver Hoxhës dhe i Partisë Komuniste. Kjo ishte një sfidë që i bëj jo komuniste, po gjithë populli shqiptar, se dihet që Enver Hoxha ishte udhëheqësi i luftës nacionale shqiptare. Dihet që Enver Hoxha ishte pjesë e historisë 45 vjeçare që u hoqi popullin dhe arkitekt i Shqipërisë për të gjitha ato që përmendni edhe shoku Bujar, edhe që ju, edhe gjithë populli i ka parë me sy, i ka prekur dhe shqisat e veta. Na vjen shumë keq, ne komunisti dhe populli i vjen shumë keq që nuk duan të përmendet emri i Enver Hoxhës. Bile, këtu po ndërhyjnë edhe të huajtë, edhe na e shajnë Enver Hoxhën, e na e bëjnë mostër, sikurse
një farë ambasadori Amerikan, Aleksandr Auguziu, i cili tha, Enver Hoxha ka qenë një mosër. Tani, përse e bëjnë këtë gjë? Kjo çështje bëhet që të humbasë emri Enver Hoxhës dhe brezave të rinj, atyre të sotmit që nuk e njohin historinë e luftës dhe nuk njohin dhe historinë e 45 vjeçare të ndërtimit socialist, domethënë edhe brezave i do vinë të stakohen në këtë histori dhe të thonë mendojnë se Enver Hoxha nuk ka ekzistuar. Enver Hoxha ka ekzistuar dhe do të ekzistojë dhe emri i tij është një praktikues që akuzon. Hoxha ka lindur më 16 tetor të vitit 1908 në lagjen Palortot të Gjirokastës. Ai ishte udhëheqësi komunist i Shqipërisë nga viti 1944 deri në vdekjen e tij në vitin 1985 si sekretari i parë i Partisë së Punës së Shqipërisë. Ishte kryetari i Frontit Demokratik të Shqipërisë dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura nga viti 44 deri në vdekjen e tij. Shërbeu si kryeminist i Shqipërisë nga viti 44 deri në vitin 1954 dhe në kohë të ndryshme ka shërbyer si ministër i jashtëm dhe si ministër i mbrojtjes. Vitet e fundit të jetës së tij, shëndeti i tij ishte rënduar për Hoxhën për shkak të diabetit që ishte diagnostikuar shumë vite më parë. Ai psoi një infrakt në zemër në vitin 1972, më pas një tjetër në vitin 1973. Këto dy infrakte rënduan akoma më shumë shëndetin e tij. Fillimi i prillit do të shënojë dhe fundin e jetës së tij pasi janë paralizuar këmbët dhe goja. Pëson një ishemi më 9 prill të 1985-s, humbi jetën në 11 prill të vitit 1985.